Personale kjo, dikush mundet më ndjej lumtur, dikush jo. Unë për veti personalisht kam 2 fëmijë edhe nuk e kisha paramendu jetën pa fëmijë. Të drejtë të ndjetej lumtur qoftë me fëmijë, qoftë pa fëmijë, qoftë çfarë do zgjedhje që bën ajo. Mbështetjen më të madhe gjithmonë e kam pas mbështetjen prej familjes, prej burrit. Mbështetja më e madhe ka qenë në momentin kur kam vendosur me u shkollu, edhe patjetër me u bë nën prem. Fëmijët janë mision këtë jetë. Edhe edukimi i brezave, edukimi i një fëmije, mendoj që është mision në këtë jetë, sidomos i një gruaje. Përshëndetje, mirë faleminderit. A mund të ndihet e lumtur një grua nëse domethënë nuk është nën? Po besoj që më shumë është zgjedhje personale kjo. Dikush mundet më ndjej lumtur, dikush jo. Unë për veti personalisht kam 2 fëmijë edhe nuk e kisha paramendu jetën pa fëmijë. Nuk kisha mund të qenë në erë lumtur nëse nuk kisha pas. Nëse nuk kisha qenë nën. Kështu që mendoj më shumë është prej bindjeve personale. Mendimi im personal, jo. A mund të ndihet e lumtur një grua pa fëmijë? Unë mendoj që jo, e thash. Po, patjetër që ka të drejtë. Ka të drejtë të ndjetë e lumtur qoftë me fëmijë, qoftë pa fëmijë, qoftë çfarë do zgjedhje që bën ajo. Dikon sa ka ndryshuar jetën, ardha e fëmijëve? Mos them 360 shkallë. 360 shkallë për mirë është. Normal që ka sfida, ka vështirësi, mirë po patjetër që lumturia është nuk krahasohet me ato çfarë i ka lënë. Po tash kjo etari e mamësisë. Sa ka ndryshuar për domethënë për të mirë? Gjithmonë është në aspektin pozitiv, thash që ka vështirësi, ka sfida, mirë po aspekti pozitiv gjithmonë është më i madh se sa ai negativ. A pse gratë domethënë kur e gjetën veten ndihen pajtore? Nuk e di, nuk është që kisha mendu ndonjëherë këta që ndihen fajtore. Nuk. Në çfarë aspekti po mendon që ndihen fajtore? Fajtore për diçka ku kanë me zgjedh, do më vendos diçka. Nuk e di, nuk është që e kom vendosur asnjëherë vetën atë pozitë që mund ndi fajtore për diçka që e kom bë ose nuk e kom bë. Nuk e di. Mbështetje e ke pas më të madhe në jetën tënde? Mbështetjen më të madhe gjithmonë e kam pas mbështetjen prej familjes, prej burrit. Mbështetja më e madhe ka qenë në momentin kur kam vendosur me u shkollu, edhe patjetër me u bë nën prend. Kto ka qenë përkraja, domethënë nga 2 palët, qoftë nga familja, qoftë edhe nga burri. Po tu në fund do të mbyllim pjesën e gjithë me këtë temë, për gjithë ato gra, për gjithë ato nëna që akoma s'e bën nëna, një mesazh, një këshill që ja kishin sugjeruar. Uroj që çdo grua, çdo vajzë që dëshiron me pas fëmijë, uroj që Zoti t'i adhuroj edhe t'ia plotësoj dëshirë, edhe uroj që të gjitha gratë me marrë këtë vendim se jo, qoftë për veten e tyre, qoftë për zhvillimin, rritjen e popullsisë. Kjo është edhe njëra prej, po mirë po kryesorja qoftë për zhvillimin, për krahasinë, për arritjen e misionit në këtë jetë. Unë mendoj që fëmijët janë fëmijët janë mision në këtë jetë. Edhe edukimi i brezave, edukimi i një fëmije, mendoj që është mision në këtë jetë, sidomos i një gruaje, pa përjashtimin edhe të burrave. Çfarë do ta kishe cilësuar se të arritur më të shumtë në jetën tënde? Fëmijët e mi. Kjo është arritja më e madhe, thash, është misioni im këtë jetë. Unë mendoj që e kam përfunduar misionin tim këtë jetë. Janë fëmijët, shkollimi, shëndeti, këto janë kryesorat. Shumë kënaqësi, të uroj më të mirat. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Mirupafshim, faleminderit shumë.